Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur pezullimin e skemës së lotarisë së kartës së gjelbër për të pas të shtënave masive të ndodhura javën e kaluar në Universitetin Brown, ku mbetën të vrarë 2 persona. Sipas autoriteteve amerikane, dyshuari për ngjarjen shtetasi portugez Claudio Neves Valente kishte hyrë në SBA në vitin 2017 përmes programit të vizave të imigracionit të lotarisë së diversitetit, i njohur si DV1, dhe kishte përfituar kartën e gjelbër. Ai u gjeti vdekur të njëjtë në një depo në Salem, në shtetin e New Hampshire, në rrethanat që policia dyshon se lidhet me një akt të vetëshkaktuar. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem deklaroi se pezullimi i programit është bërë në drejtimin e presidentit Trump me qëllim garantimin e sigurisë publike. Ai cilësoi skemën e vizave si katastrofike, duke theksuar se administrata nuk mund të lejojë që qytetarët amerikanë të rrezikohen nga ky program. Zyrtarët amerikanë thanë se dyshohet se Neves Valente ishte i përfshirë edhe në vrasjen e profesorit portugez të Institutit të Teknologjisë të Massachusetts, Nuno Loureiro, më herët gjatë kësaj jave. Provat e gjetura në një automjet pranë vendit ku u gjet trupi i tij e lidhin atë drejt për drejt me të shtënat në kampusin universitar në Providence. Duke treguar në rrjetet sociale, Kristi Noem kujtoi se Trump kishte llogaritur dhe kishte kërkuar mbylljen e programit të lotarisë së diversitetit që në vitin 2017 pas sulmit në kampin në New York City ku humbën jetën 8 persona. Autori i sulmit, shtetasi nga Uzbekistani, kishte hyrë gjithashtu në SBA përmes të njëjtit program, sipas autoriteteve amerikane. Programi i lotarisë së kartës së gjelbër u ofron çdo vit deri në 50.000 viza shtetasve nga vendet me nivele të ulta imigracioni drejt SBA-s, përfshirë edhe Shqipërinë. Vendimi për pezullimin e tij pritet të shkaktojë debat gjërpolitik dhe institucional në Shtetet e Bashkuara.